e sigurisë në komunikacion në aspektin e edukimit. Mas kalimit poligon të sigurisë është i pamvarën po i mbikëqyrën. I pamvarën po i mbikëqyrën. Në legjë sigurisë deri në 2016, se unë bashkërisht me shokët mi e kim punu, ka qenë edhe sanksioni deri 9 pikë për 2 vjet i merret patent shoferi për kategorinë përkatëse dhe kthehet. Jo patent shoferi krejt, po për kategorinë përkatëse. Për fat keq ka degradu ligji i sigurisë, edhe në 2016 atëherë mamëve që ka humbur kuptimin për shkak se janë bë 3 ligjet kanë dalë prej tina. Pa infrastrukturë ligjore, pa standardet, plotësimin e standardeve evropiane na kur s'kena më mujt me pas siguri mjaftueshme. Unë për ata dhe në fillim thash, jemi shoferët më të mirë në Evropë. Po. Për shkak se nuk i plotësojmë standardet edhe nuk kemi mbikëqyrje. Më të mirë në botë jemi. Gjithmonë ju tham. Sikur na ti plotësojmë këto standarde që unë jam të fulsat, atëherë kishim pa na, çu kishim pas sigurinë mbrana, kishim arritur edhe Norvegjin. Mos harroni, në Norvegji ka kaluar kryeqyteti pas një të vdekun. Nuk i ka pas 400.000 sikur Prishtina, 300.000 sa i kem tash, na? Po në milën e si kem kushtet normale. Ajo vende, jo, shqyqena kushtet e kem. Po na politika nuk është të respektu profesionalizmin. Këtu po të tham. Po veç na si politika nuk është. Ligji sigurisë që shtu është kajmë të thonë, unë ka dalë në 2007. Kur nuk janë kriju udhëzimet administrative edhe për kufezimet, edhe për shofertri, edhe për poligonin e sigurisë, kur, mos harroni, kur nuk janë bë, edhe pse në 2007 na kemi pas të aprovojmë. Pra kemi pas standarde evropiane. Se na nuk kemi pas nevojë me zbulu ujtë e zet, kur ujtë e zet është, veç kemi pas me marrë edhe me për në Kosovë. Unë si profesionist bashkë me kolegët e mi që i kemi pas fazat e zhvillimit, po për fatin të keqen ka ndodhur se kur politika s'na ka ngu. Kur edhe sa herë kemi shku me projekte tilla, asnjëherë nuk janë aprovu, edhe sot nuk janë tu aprovu. Edhe sot nuk janë. Ata i kanë sisteme tjera. Unë do m'ju tregu diçka që në qoftë se një politik nuk i zbaton profesionalizmin dhe projektet e profesioniste, jo tu marr me TikTok me ata. Shoqat, ajo tash mund vjem keq, shumë vjem keq, seriozisht, pse Kosova ka mbet mrap, edhe pse do m'ju tregu diçka në 2005 ka qenë e-testimi i zeron. As Kroacia, as Serbia, as Bosna, as Malizi, as Macedonia, as Shqipnia se ka pas. Na kemi bërë prezantimin përfundimtar pilot projektit e-testimit. Sot e-testimi, se më ka kushtu 35.000 euro, sot e-testimi jo 240.000 euro se nuk i plotëson kriteret e sigurisë së kraj 2005-s. Profesionalizmi ka dek në Kosovë, në institucion shtetëror. Nëse jemi ka shoferat mirë, pse gjithmonë kemi probleme me rreth rrotullimet? Çështja e menaxhimit. Çështja e menaxhimit është.